Shtohen kompetencat e policisë së shtetit. Rregulloria e re, tashmë e botuar në fletoren zyrtare, detajon me hollësi kompetencat, mënyrën e ushtrimit të veprimtarisë, si dhe risitë e pranimit të donacioneve dhe lejimin e mësimdhënies. Policët duhet të identifikojnë të qytetarët dhe të informojnë paraprakisht për arsyeën e ndalimit, duke i kërkuar fillimisht zbatimin vullnetar të urdhit të ndalimit dhe zbrazjen e mjeteve të rrezikshme. Mënyrat e zbatimit të ndalimit të përkohshëm policor përfshin shoqërimin në këmbë, nga vendi ku ndalohet personi deri në strukturën përkatëse policore, ose me automjetin e shërbimit policor apo mjetet të tjera, që merren apo vijnë në dispozicion të policisë. Në raste të veçanta, kur verifikimi i identitetit të personit nuk është i mundur, struktura përkatëse policore bën publike pamje, regjistrime ose përshkrime të personit për të mundësuar identifikimin e tij, duke i shfaqur në mediat e shkruara dhe në ato audiovizive vendore ose kombëtare për aq kohë sa është e nevojshme. Rregulloria përcakton gjithashtu veprimtaritë e lejueshme private për punonjësit e policisë, që mund të kryejnë jashtë detyrës e që nuk përbëjnë konflikt interesi dhe që nuk lidhen drejt për drejt me veprimtarinë policore. Llojet e veprimtarive private mund të jenë nga mësimdhënia deri te kurset profesionale, palestrat sportive, menaxhimi i bizneseve, konsulencë në fushat të teknologjisë, menaxhimi të projekteve jashtë veprimtarisë policore, investime në pasuri të paluajtshme, veprimtari imobiliare, dhënie me qira, shitje dhe blerje të pronave. Në asnjë rast, ushtrimi i veprimtarive private apo dytësore nuk duhet të ndikojë në ushtrimin e detyrave, kohën e punës dhe veprimtarinë policore. Për herë të parë, policia e shtetit vlerëson dhe pranon donacione përjashtimisht vetëm nga subjektet të cilat plotësojnë kriteret ligjore sipas nenit 139 të ligjit numër 82 fraksion 2024 për policinë e shtetit dhe legjislacionit të fuqishëm mbi konfliktin e interesit. Sa i përket të drejtës së pushimit vjetor, rregulloria përcakton se për punonjësit e policisë është 30 deri në 40 ditë kalendarike dhe jepet i shkallëzuar, sipas vjetërsisë dhe gradave. Punonjësi i policisë gëzon të drejtën e pushimeve vjetore të paguara, 40 ditë kalendarike për punonjësit e policisë me gradën drejtues deri drejtues madhor, 35 ditë kalendarike për punonjësit e policisë me gradën nën komisar, komisar dhe kryekomisar, 30 ditë kalendarike për punonjësit e policisë me gradën inspektor. Pushimet vjetore mund të jepen të ndara në ditë kalendarike me miratimin e titullarit përgjatë vitit të punës ose deri në fund të 3 mujorit të parë të vitit pasardhës. Paga mujore referuese e punonjësit të policisë përben nga paga për grad, shtesa për çdo vit vjetërsie shërbimi dhe shtesa për natyrë të veçantë pune që kishte punonjësi, e cila njësohet si pagë mujore. Në kohën e dhënies së kësaj pagese, dhënia e ndihmës financiare miratohet nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe përballohet nga buxheti i miratuar i njësive shpenzuese përkatëse në policinë e shtetit. Një tjetër risi është kompetenca për rekrutimin në nivele të larta drejtuese. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit shpall vendet vakante për funksionet zëvendës drejtor të përgjithshëm, drejtor të departamentit, drejtor të drejtorisë vendore dhe shef të komisariatit në policinë e shtetit, e cila qëndron e hapur për 7 ditë.